Ishte mediumi online Arbresh Info I pari që kishte raportuar se kriminali serb Milan Rajdoqić, apo siç po quhet tash nga ministri I brendshëm I Kosovës Pablo Escobar I rajonit, ishte I përfshirë në vrasjen e liderit të iniciativës qytetare Liri, Drejtësi, Demokraci, Oliver Ivanovićit. Rajdoqić, I cili u arrestua sot në Serbi pas përfshirjes së tij në sulmin terrorist në banjën të Zveçanit më 24 shtator të këtij viti, po kërkohet të ekstradohet dhe gjykohet në Kosovë për sulm terrorist dhe vrasjen e rështerit policor tashmë heroit Afrim Bunjako. Duke I referuar burime ndërkombëtare, Arbresh Info më 22 janar 2018 kishte raportuar se Milan Rajdoqić ishte I dyshuar I kryesor bashkë me grupin e tij për vrasjen e Ivanovićit. Sipas burimeve të atëhershme, vrasësi I Ivanovićit kishte qelluar disa herë mbi të, ndërkohë që makina e tij Opel me të cilën ishte larguar dhe e cila ishte gjetur e djegur më pas, ishte e parkuar disa herë aty ku parkoheshin edhe veturat e Milan Rajdoqićit dhe të grupit e tij. Burimet ndërkombëtare të Arbresh Infos në atë kohë bënin me dije se 2 ditë para vrasjes së Ivanovićit, 2 persona identiteti të cilëve nuk dije ende, ishin në zyrën e Milanit. Në fotografinë që kishte siguruar Arbresh Info atëherë shihen edhe 2 të akuzuarit kryesor të përfshirë në vrasjen e Oliver Ivanovićit, Željko Bojić dhe Zvonko Veselinović. Edhe bashkëshortja e Oliver Ivanović kishte deklaruar se personi që vrau Oliverin mori urdhën nga Milan Rajdoqić dhe grupi I tij. Po ashtu, bëhej e ditur se më 27 korrekt të vitit 2017, kur kandidatura e Oliver Ivanovićit për kryetar të Mitrovicës Veriore ishte vërzëtare, Milan Rajdoqić kishte deklaruar se ai do t'i fillojë kërcënimet karshi I tij dhe nëse nuk heq dorë do ta vras atë. Kjo pasi Ivanović ishte I padëshiruar nga shteti serb, pasi thuaj se nuk po bënte asgjë për të mirë të serbëve të Kosovës. Ndërkaq, me 28 shtator të vitit 2017, automjeti privat I Ivanovićit ishte kallur si kërcënim direkt ndaj tij dhe kandidaturës së tij për kryetar të komunës së Mitrovicës Veriore. Burimet po ashtu thonë se po me 28 shtator të vitit 2017, Oliver Ivanović kishte deklaruar se situata kishte ndryshuar për të keq. Frika e njerëzve është e paparashikueshme. Këta njerëz nuk kanë frikë nga shqiptarët, por nga serbët, të cilët vozisnin automjete të llojit Jeep pa targa të regjistrimit. Ivanović kishte paralajmëruar ndër të tjera edhe mundësinë e eskalimit të situatës në Mitrovicën e Veriut. Oliver Ivanović ishte vrarë me 16 janar të vitit 2018 rreth orës 8 në mëngjes, derisa po hynte në selinë e partisë së tij. Vrasja e tij kishte shkaktuar reagime të shumta në Kosovë dhe jashtë vendit. Ai ishte I varrosur në Beograd me 18 janar.